bëhet fjalë për vajza mes vajzash. Come puoi usare quei termini per una ragazza di 18 anni? Unfall was not for her. Maybe it's my way to talk in general, not for her. I have nothing personal with her. Është mënyra e me të folunit, s'kam kur gjë personale me ta. Nothing. Nothing Po, personal. nuk është se ja tha drejt asaj, kështu, atë fjalë. Jo me keq mendim. Jo. Absolut. Tani dini, unë po çuditna pse asnjëna nuk u kon gjendje me ardhe me ma thonë mu këto në fytyrë. Se nuk intereson kujt do të bëj një bashkëbisedim për këtë gjë. Nuk po e kuptoj pse me marr mirësjelljen si një lloj flirtimi, kur në asnjë lloj interesi nuk kam as për Edin, as për Tonin, e mu sinqerisht po m'vjen shumë keq që ardh deri te ç'kjo pi. Me bisedu dyat në atë mënyrë, për mu nuk e di do me thonë. Mu po m'vjen shumë keq, edhe nuk jam të një mirë as pak. Jo, nuk është realiteti. Mu po m'vjen shumë keq që se e keni ndi ashtu, po kishim mujt lirisht më ardhe me full me mu, edhe mu s'qaru, e më s'marrë deri në atë pi. Se nuk jam asë njëri pa kuptusha. Po që thënë që direkt duhet vemit e ti të marim një mendim nga ti. Ajo, vinë të unë të flasi? Dolce dhe Bia, më dëgjoni një sekund. Po, Jonida. Se u hapë kjo temë këshu, sikur është odio, sikur që ndodhi. Jo, në fakt është pak odio. Se duket qikë si se është e prerë në captika, është e prerë shumë bukur. Sepse është përdorur një fjalë shumë fyese nga një femre. Jo nga unë, Jonida. Nuk të thash nga ty. Ajo fjalë është përdorur nga Bia. Okej. Thjesht besoj që në këtë rast duhet të dakordojemi. Unë nuk goca, kur nuk e kam bërë dhe kur nuk do ta bëj. Okej, Dolce, nëse ti je në bashkëbisedim, përdoret një fjalë e tillë dhe ti vazhdon ta dëgjosh në heshtje, ti je bashkëfajtore. Sepse nëse ofendohet një femër me një fjalë të tillë, ti mund t'i kthesh dhe të thuash, Bia të lutem, jo me fjalë të tilla. Pavarësisht se nuk është korrekte, që edhe të diskutohet vesh më vesh, jam okej me ty që nuk ka asgjë të keqe që një vajzë të flirtoj. Absolutisht jo. Po në momentin që kjo bëhet në një kuadër thashë themi, ku dy vajza përflasin një të tretë, kjo nuk është as pak bukur. Okej, nuk është e bukur. Por çështja shqetësuese është që është përdorur një fjalë jashtë mase fyese. Nuk ka qenë një mashkull që prapë është e pafashme, po kanë qenë dy femra. Dhe atë fjalë ka përdorur Bia. Bia? Me falë për këtë fjalë, po nuk ishte me keq. Kena kisha të lutë. Nëmra pa ju kënë totë. Bia të lutë. Po nuk ishte me keq mendimi. Me vjen shumë keq. Nuk ishte karakteri ime ofendon femrat. Dhe, ja, me falë. I hope you understand. Unë shpresoj ti kuptove situata. Nuk është ka që grave se sa po e... Jo. Qa ishte me së? Në pra... Atëherë. Se ja fusin kopë. Atëherë, me qenë se kanë qenë edhe... Po, a ke diçka më shtu tjetër, Bia? Skuza. Okej. Duke dhe se kemi folë. Jo. Okej, me qenë se ishtë të përfshirë edhe Edi edhe Toni, si shihni pikrisht këtë klip dhe gjestet edhe fjallet që përdori Bia në këtë rast në drejtim të Elionës? Në drejtim, përshëndetje desha. Personalisht nuk du të mu diskutu pak ma shumë ose ma gjanë, për bi shumë shkurt. Për shemë me Elionën, kur s'këna pas flirtim, më besedh ka pjesa Edit. Kështu që nuk e di pse ju ndje, nashta u konë një farloj emocioni në qatë moment që e ka ndi me full, edhe ka pështu goja. Unë e besej që nuk ka pas diçka personal as për bijës, se e njaf, po, për kundrazi, fjalla nashta mund, pëse nuk e kuptua fjallën, mund mu keq interpretu, po si do qoftë, të pjesa e imja dhe e elit,